E kur Allahu Gjeleshanu të regon se si ka qenë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për çfarë të regon o vëllezërit e mi dhe motra muslimane? E të regon që të na thotë që ky është modeli. Ky është modeli që duhet ndjekur. Ky është shembulli që dërgoi Allahu Gjeleshanu. Ky është ilustrimi praktik i asaj që zbriti Zoti Gjeleshanu, siç e thot Aisha, bashortja e profetit alayhi salatu wassalam, ishte i dërguar i Allahut, Kur'an që hecte mbi tokë, pra Kur'an i gjallë, të gjithë porositë e Allahut Gjeleshanu ai praktikonte në jetë, pra ishte shembull i gjallë dhe ilustrim i gjallë. Prandaj, kur besimtari thot me zemër la ilaha illallah, ditën që dëshmon dëshminë e zemrës edhe të shpirtit, nuk e thot me kalu radhën, pa e thot me tregu që nuk ka gjë tjetër të parë ose më të madhe në zemrën time se sa Allahu Gjeleshanu. E kur thush Muhammedun Resulullah ditën që e ke thënë që ky është shembullim që unë ndjek një jetë, atë që e dërgoi Zoti, unë e pranoj me shpirt edhe me zemër, që të heci me rrugën që heci Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Prandaj Zoti i qartësoi dhe tha: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Nëse dëshironi që juve t'ju dojë Allahu Gjeleshanu, pra të fitoni kënaqësinë dhe dashurinë e Zotit, ndiqni rrugën e profetit alayhi salatu wasallam, shembullin e profetit, e do t'ju dojë juve Allahu Gjeleshanu, do t'ju falë edhe mëkatet edhe gabimet tuaja.